është edhe një karakteristike veçantë që e karakterizon këtë muaj, edhe që është edhe qëllimi jonë me na bashku Zoti aty, është edhe sofra e iftarit. Iftari është një sofër e begat, e bereqetshme, dhe vjen si rezultat i punës që kemi bë gjatë gjithë ditës, pastaj vjen koha e iftarit. Nuk e kam qëllimin më ju thon hani iftar se ju thash si thash keni me hamur posha Zoti krejt. Po e kam qëllimin më ju thon shtroni iftare për nevojtarët. Largoni prej iftareve që po i thojnë këta VIP iftar, aty hoxhallar, aty biznesmena, aty fytyra publike. Çka publike që po dilshin në televizor? Po të njoh kam pak mahalla që aty e katuni. Pse ki pasunin, një shkollë të mesme nëzje ka kry, ka po milionat, nuk është rezultati punës tina, po Zoti ja ka dhonë 5 provon me ta. Sikur i varfni, sprovohet me varfni, i pasuri, çka sprovohet me pasuri. Sikur i shëndoshi, sprovohet me shëndet, i smuri, sprovohet me smundje. Ligji i Zotit është ky. Largoni prej këtyre iftarëve, veç fytyrat publike atë. Pse s'po i thirrni fukarat, pse s'po i thirrni jetimat, pse s'po i thirrni talebet, studentat, kategori që kanë met, çka të mbyllar, të getoizuara në qoshë atje, si bjen me kërkujna. Për ata që disa vite e kom bën një marrëveshje, elhamdulillah, me qita që po na thirrën e për iftare, e po na hupin gati edhe akshamin, para mendon. Agjerët të nditën, shkon në iftar, s'ki vend për mu fal. Ose ki që aty para më falni shpreh toaletit, ose veni papastër. Edhe s'falet synetin, na po thojmë në Ramazan, fal synet se gati arrin shkallën e farzeve, edhe pastaj mas iftarit hamore, dikush me cigare, dikush me habet, dikush me muzik, dikush me përgojim, e taravit, hajte për kur të mrina, shkojmë që atje në altemati, nisa ta i falin ka dale, edhe na ka funi që atër kur i kem një 8 reqate, vinë disa, ku ketë vëllaj një iftar, ku ti në luft që ka në vëlla, ku pe gjenë arsetimin mu vanue. Kështu që këshëni, mas miri me familjet tuaja, me të afërmit tuaj, me rrethin tuaj, po do të me dalë prej shtëpis, atër ku në xhami nëse organizohet, ose me fukara, me jetima, me studenta, me pleq, që s'po i thirr pleq kërkosh, çka kanë faj këta që si janë motri, edhe këta dikush janë konë që ky safi i parë, edhe këta para 3-4 vjetë kanë pas një farë autoriteti, një farë pozite. Pse janë të vjetë nuk do të me janë ashkalu, me i thirr edhe këta në për iftare. E pse me shtru iftar, sepse është traditë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe është çka? Është tregtim me Zotin. Se ti i thirr 50 dhe në iftar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, kush e ushqen një agjërues me iftar, e ka shpërblimin e vet. Ky personi edhe shpërblimin e atyne që ja u ka dhënë iftarin, duke mos ju mungu atyne agjëruesve asgjë nga shpërblimet e tyre. Para mendo ti sot, ki shpërblimet e tua dhe të vet i ushqen me iftar, edhe shpërblimin e atyne, sikur me agjëruar 11 herë po i bën. Një herë për vete, edhe 10 për atyne po bëhen 11 herë. Edhe nuk është patjetër vëllazër me çdo çmimet astronomike se kur po i shoh aty ka një herë reklamat, po knashta, po më duket vetja sikur me jetue në Zyri apo në Bern apo dikun tjetër atje. Çashtu parafërsisht i kemi standardet e Evropës, bile, nëse s'kemi mujt me hy me zhvillim ekonomik, e me shkollim, e me korrektësi në Evropë, me çmime që to ja kemi arrit jemi bë barabar, bile ka mundësi kalojmë shtetet e rajonit, edhe disa shtete të Bashkimit Evropian. S'ka nevoja zi iftare shollani, ka iftare më të leta, ka iftare më të lira. Me rëndësi është çka me kalue ato urinë dhe etjen. Elhamdulillah këtu nuk kemi ndaj far aparati që ja këshyr secilit barkun çka ka hangër, çka ka pi, edhe gjithë njëjtë dalën për Allahu te bareke ve taala, ata që kanë ngarkuar shumë normal kanë përgjegjësi më të madhe. Elos Allahun Teala të na mundson edhe të na lehtëson agjërimin e këtij muaji, edhe adhurimeve të lloj-llojshme që janë gjatë këtij muaji. Elos Allahun që të na fal neve, të fal prindrit ton, ata që kanë vdekur Allahu i mëshiroft, ata që janë të smur Allahu i shëroft.